Shumë transmetime janë përcjell në burimet e ehli sunetit dhe të shiitëve në lidhje me ajetin Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Thuaj, unë nuk po ju kërkoj shpërblim tjetër për këtë mesazhin veçse dashurisë ndaj të afërmëve. Sura Shura ajeti 23. Këto transmetime ka një ndikim të madh në interpretimin dhe sqarimin e kuptimit të këtij ajeti. Në një hadith thuhet, Hakim Haskaniu, një nga dietarët e njohur të shekullit të 5 sipas kalendarit hënor, në librin e tij Shawahidut Tanzil përmend një hadith nga Said ibn Jubair, i cili ka transmetuar nga Ibn Abbasi se ka thënë: Kur zbriti ajeti thuaj, nuk i kërkoj shpërblim tjetër veç dashurisë ndaj të afërmëve, muslimanët i thanë profetit Muhammed: O i dërguari i Allahut, kush janë këta të afërm për të cilët Allahu na ka urdhëruar që t'i duam? Profeti tha: Aliu, Fatimeja dhe 2 bijtë e tyre, Hasani dhe Hyseini. Në të njëjtën libër, pra në Shawahidut Tanzil, janë përmendur disa hadithe të tjera me këtë kuptim në rrugë të ndryshme, gjithashtu të transmetuar nga Ibn Abbas. Hadithi pra gjendet në Shawahid Tanzil, vëllimi 2, faqe 131, 135, si dhe në faqen 130.